I moshuari që shiste vezë. Një I moshuar shiste vezë në treg. Papritmas, ju afrua një grua dhe e pyeti: Sa është çmimi I vezëve? 20 lek për një kokër. Nëse mi lë me 10 lek, po I blej 10 kokra vezë. Merri me çfarë çmimi të duash. Kam gjithë ditën që ri në diell dhe nuk kam shitur asnjë kokër vezë. Ajo I mori vezët dhe u futu në makinën e saj luksoze dhe shkoi në një restorant. Por u siti ushqim të shtrenjtë dhe e hëngri vetëm gjysmën. Kur I erdhi fatura, ishte 40 euro. Ajo I dha kamarierit 50 euro dhe I tha mbaje kusurin. Vëlla dhe motër, pse ne kemi traditë të shfaqim forcën ndaj të varfërve, ndërsa shfaqim bujarin ndaj të pasurve, të cilët edhe ashtu nuk ka nevojë për të. Për restoranti nuk janë asgjë 10 euro që zonja ja fali, por për plakun e varfër 10 euro janë shumë. I drejt me njerëzit, ndihmoj ata dhe mos ja ushkel me këmbë mundin e tyre. I thjesht, se Zoti I do forti njerëzit e thjesht dhe mos u bëj mendje madhe, se Zoti I madhëruar nuk I do mendje mëdhenjt.